Jemi në këtë intervistë me Marenglen Kurdedën, djalin e Mendu Kurdedës. Përshëndetje. Atëherë do doja fillimisht të shpreh ngushëllimet për humbjen e babait. Faleminderit. Dhe t'ju bëja disa pyetje në lidhje me një krim monstruoz që ka ndodhur ndaj babait tuaj në vitin 2017. Doja t'ju pyesja fillimisht, cilat kanë qenë marrëdhëniet tuaja me babain Mendu Kurdeda gjatë vitit 2017? Gjatë vitit 2017 nuk është se kemi pas shumë afrimitet për arsyet tona familjare. Po gjithsesi kontaktoheshim me një tjetrin, po jo të përditshme. Me kontaktet. Okej. Me çfarë merrej babai juaj në atë periudhë, në vitin 2017? Në atë periudhë kishte hap një shoqat jo fitim plus. Ishit në dieni ju të kësaj shoqate? Po, isha në dieni. Të plot jo, po 80% po. Kush nga familjarët e Mendu Kurdedës e konstatoi pari se ai ishte zhdukur, nuk po kontaktonte më me njeri? Ju kujtohet në cilën datë ndodhi kjo? Kjo ka ndodhur një ditë pasi ai është zhdukur. Më ka kontaktuar dhe Xhaim sepse ai kishte kontakte të përditshme me atë dhe më ka thënë që nuk po lidhen dot me vllain e vet, domethënë me babain tim. Po ju kur e keni pas telefonatën apo kontaktin e fundit me babain tuaj? Ju kujtohet? Se mbaj më në saksi, po edhe para një jave, para 10 ditësh. Kush ka shkuar në polici për të mosuar zhdukjen? Po, prita një 3-4 ditë me thënë drejtën, sepse nuk është se ishte herë e parë, ai e kishte bërë dhe herë të tjera, ju mbiste kontaktet 3-4 ditë, 2 ditë, 5 ditë, për punët e veta, dilte jashtë, e kupton? Okej. Nuk i di arsyet e veta, po kishte ndodhur herë të tjera dhe prita një 3-4 ditë, se mendova thash si herë të tjera do marri vetë telefon. E pash që nuk po e gjeja gjykundi edhe jam drejtuar te drejtoria e policisë dhe kam bërë denoncime. Me datën 16 maj 2017, Policia e Tiranës njoftoi se një bari i zonës ka gjetur në zonën e Kodër Shupalit në periferitë kryeqytetit kufomën e një personi të djegur. Si e morët vesh ju këtë lajm dhe a dyshuat në ndonjë moment se kufoma e Kodër Shupalit mund të ishte babai juaj? Unë e kam parë lajmin, nuk dyshova në asnjë moment, por të nesmen më kanë marrë nga drejtoria e policisë. Atë kohë ishte një shoku im aty, që ishte inspektor primësh të rënda dhe më mori telefon sepse tek ai e kisha bërë denoncimin dhe më tha hajde të shikosh. S'kishe çfarë shikoja aty se 5 kocka ishin, po të shikosh një trup që është gjetur në filan vend. Vajta e pash dhe ndjesia e parë ishte që si djalë që jam, i një prindi, ndjesia e parë ishte që ishte ai. Ja shpret këtë ndjesi policisë? Po, patjetër. Më pas më kërkuan dhe ata, kërkova dhe unë të bënim një test ADN-je që të ishim të sigurt që ishte, të shikoja dyshimet e mia ishin të vërteta apo ishin të gabuara. E bët këtë test ADN-je? Po, e bërë. E bëra dhe unë edhe vllai. Pra ndryshe nga sa na është prezantuar në media, familja Kurdeda, ju si djalë, por dhe vllai Mendus, jeni interesuar shpejt për ngjarjen. Nuk është se është lënë nga ana juaj me vite, me muaj pa u interesuar për ngjarjen. Po, jema nuk e di unë çfarë është, po unë po të them ditën që është gjetur ajo, kam qenë të nesmen aty se më kanë thirrë vetë. Se po të mos më thirrin nuk do veja, se nuk më shkonte në mendje fare që mund të kishte ndodhur diçka e tillë. Marenglen, nëse ju kujtohet se kanë kaluar disa vite, nga dita e zhdukjes deri në ditën e gjetjes kufomës, sa ditë është diferenca me njëra tjetrën? Te një javë, besoj. A është kryer ky ekspertim biologjik krahasuesi ADN-s me mbetje trupore të kufomës gjetur në Kodër Shupal dhe cila ishte përgjigjja që ju dha dhe pas sa kohësh? Përgjigjja është dhënë rreth pas 3 muajsh, edhe përgjigjja ishte negative. Jo, s'kishim lidhje fare unë me personin, as unë as vllai im. Gjatë kësaj periudhe 3 muajore, i keni dhënë policisë ndonjë dyshim, ndonjë të dhënë rreth personave me të cilët mund kishte patur probleme babai juaj dhe a është nga këta persona i përfshirë dhe shtetësia Marieta Karaj? Po, është i përfshirë. Okej. Sepse dikur më kishte thënë babai që ka pasur një përndjekje nga ana e saj, po unë s'e kisha marrë seriozisht se duke menduar grua, duke menduar punonin bashkë, nuk e mora seriozisht. Por si emri ja keni dhënë policisë në atë kohë? Po ja kam dhënë. Kur ju erdhi përgjigja, u qetësuat, menduat se ndjesia juaj ishte gabuar, çfarë përjetuat momentin kur ju ka ardhur një përgjigje që s'kishte lidhje fare kufoma Kodër Shupalit me babain tuaj? Normalisht u gëzova, por prap nuk është se u qetësova sepse nuk është se e kisha gjetur, kishin kaluar muaj. Edhe e dija që diçka ishte ndodhur. Por impakti
i parë ishte gëzimi, e kupton, se duke besuar që këto janë të pagabueshme dhe siç më tha atje bile i pyeta, por sa përqindër saksia e këtij testi ADN-je dhe më thanë 100%, shkenca nuk gabon. Dhe kjo më qetësoi disi, por unë gjithsesi nuk u qetësova, vazhdova ta kërkoja sepse ishte i humbur. Minimumi ishte i humbur. Pa e ditur që është ai. Çfarë informacionesh ju? Vinti ndonjë informacion gjatë kësaj periudhe për vendodhjen e babait tuaj ose çfarë mund t'i kishte ndodhur babait tuaj? Fjalë poshtë lart s'më vinin, një kemi parë këtu, jo kemi parë atje, unë kam kërkuar dhe jashtë shtetit, edhe në Kanada e kam kërkuar, po nuk e kam kërkuar, po nuk po gjeja dot, derisa një moment e kuptova që ishin mashtrime, dikush i përhapte, nuk e dikush, por vinin fjalë të tilla. Ka qenë një rreth i ngushtë njerëzish që keni dyshuar se mund të jenë të përfshirë në ndonjë gjë që mund t'i ketë shkaktuar humbjen apo zhdukjen në babait tuaj? Shiko, unë nuk mund të dyshoja për vrasjes në momentin që nuk kisha një person të identifikuar që është babai im dhe është i vdekur. Unë thjesht jepja dyshime për personat që ai kishte kontakte gjatë viteve të fundit, e kupton? Dhe thosha shoqëruar me këtë shoqëruar më shumë, me këtë shoqëruar më pak, duke i kisha thënë të më vënë dhe mua në përgjim të më shikojnë se mbas se jam çmendur dhe unë në një ditë dhe mund të kem bërë në gjë dhe se mbaj mend, të bëjnë punën e vet me pak fjalë të jetojnë sepse kaluan muaj, edhe unë isha duke kërkuar në polici, të kërkoja të gjehej, nuk kërkoja që të më gjenin kush ishte vrasi. Doja të gjeja ishte gjallë. Edhe s'kisha si të vëja, si të akuzoja njëri për vrasje pa gjetur kufomën. A kishte pas probleme me ndonjë person sipas dijenis tuaj në atë periudhë, babai juaj që mund t'i rrezikonin jetën? Jo, fare. Asnjë problem. Fare, ka qenë natyrë e qetë, nuk kishte lidhje fare ai me këtë problem. A i njihit ju drejt për drejt ose torthorazi, shtetasen Marieta Karaj dhe Faik Stojna, nëse po në çfarë rrethanash? Faik Stojna as e një, kurse Marieta më kishte përmend babai 3 herë në tavolinë muhabet e sipër që punojnë bashkë, kaq, deri këtu, po nuk se e kisha takuar ndonjë. Vetëm se punonin bashkë, po për shqetësimet, për ndjekjen, çfarë ju kishte përshkruar në mënyrë pak më të detajuar? Po kaq më kishte thënë që kemi probleme te puna, sepse ai ishte kryetari i shoqatës, kjo kishte qenë nën kryetare. Po? Dhe nuk e di për një shkarkim nga ana e atij, e kishte shkarkuar dhe kishte zëvendësuar me një tjetër dhe më thoshte do të më marrë shoqatën, kaq, e kupton, po prap unë nuk i jepja kaq shumë, se thosha muhabet e punë nuk i jepja nuk e kushtoja kaq shumë vëmendje, se thosha nuk ma merr të mendje të shkonë deri këtu, e kupton. Siç po jo 10.000 euro borxh, jo ashtu minimumi do më kishin kontaktuar mua. E zëm se babai tim nuk i kishte marrë lek borxh dhe nuk ja jepte, nuk do vinin të takonin një djalë tjetër apo ka 4 djema ai nuk ka jetë. E besoni ju këtë fakt që menduja ti kishte marrë asaj 10 milion lekë të vjetra borxh? Po jo, nuk e besoj fare në momentin që mua nuk ka ardhur njëri të më thotë, "Ore babai jot ka bërë këtë veprim." Edhe shiko të ma zgjidhësh, a do e zgjidhja apo nuk do e zgjidhja është punë tjetër ajo. Po në momentin që mua nuk më kontakton asnjë të më thotë që diçka e tillë ka ndodhur, unë s'kam si ta besoj fare këtë. Gjatë viteve 2017-2021, a jeni përpjekur ju personalisht apo ndonjë pjesëtar i familjes së mendukur dedës për të kontaktuar me Marieta Karajin për fatin e babait tuaj? Jo, fare. Nuk keni. Se keni bërë se keni parë të nevojshme? Jo, kanë dashur edhe pjesëtar të familjes time të shkojnë të takojnë, por nuk i kam lënë unë. Sepse doja që në radhë parë të gjej babain, pastaj të kaloja në këtë pjesë. Kur u arrit të identifikoj babai juaj dhe si dhe kur e morët vesh që kufoma e gjetën kodër shupali ishte e tij? Kur u bë testi ADN-s për herë të dytë, dërgova dhe xhaxhain tim që bëri prapë test ADN-ja nga fillimi dhe atëherë erdhi përgjigjja saktë. Domethënë kishte qenë e gabuar ajo e herës parë. Çfarë përjetuat në atë moment? Pra, që ju kishit qenë që në momentin e parë insistues për të dhënë informacion, për të kërkuar babain tuaj dhe ishte kryer kjo ekspertiza ADN-ja dhe ju kishte rezultuar e gabuar dhe vetëm pas 4 vitesh, thuaj se 4 vitesh është provuar që kufoma kodër shupalit ishte qenë babai juaj. Çfarë përjetova? Si ta shpjegoj? Se dhe personalisht në anë private u kam kërkuar që ta bëj testin sepse dyshoja, thosha se aq e fortë ishte ndjesja ime që mund të ishte ai, sa thosha e mund edhe testin, e kupton? Edhe i thosha, të vemi ta çojmë jashtë, eti ta çoj personalisht, ta bëj edhe një ADN-n. Dhe ma refuzonin gjithmonë, thoshin jo, nuk ka shanse, kjo është puna jon, kemi bërë qindra, nuk është jeti i parë, as ti i fundit.
Të me thënë edhe mirë më vinte, po edhe dyshime kisha. Pastaj kur për herë të dytë doli që ishte ai, e kuptoni vetë çfarë përjetova. Çfarë mendoni sot se duhet kishte bërë ndryshe policia, prokuroria për një zbardhje më të shpejtë të rastit edhe për vënien përpara përgjegjësisë të autorëve të kësaj ngjarje në kohën e duhur në atë periudhë? Tani me sa më thuaj mua më thuaj që po bëj nami. Po me sa tregoj situata, edhe si është situata tani, kjo do të thotë se s'kan bërë, nuk kanë bërë shumë kërkime, kanë pritur që të zbardhet vetë. Por nuk e di. Okej. Në Shqipëri jetojmë. Keni dieni për faktin që baba juaj e kishte denoncuar Marietën? Jo, e kam marrë vesh mbrapa. Po për çfarë e kishte denoncuar? Për ndjekje. Marieta përndiqte babain tuaj. Po. Se çuditërisht nga ana tjetër kemi një fajkstojna që përndjek Marietën. Sa i besueshëm është për ju motivi i borxhit për 10 milion lekësh të vjetra që pretendohet se babai juaj i kishte marrë Marieta Karaj dhe ky ka shërbyer si motiv për eliminimin e babait tuaj nga djali i Marietës dhe një bashkëpunëtor i tij, një shok i lagjes, Gazmir Ngota. Çfarë viti bëj fjalë? Për vitin 2017. Kur ja kishte marrë 2011-ën? Për lekët ne nuk e dim se kjo mbetet e paqartë 2011-2012 se një nga pretendimet e Fajkstojnës gjatë rrëfimit të tij për vrasjen, sepse Fajkstojna është personi i cili ka insistuar në policinë 2021-shin për të thënë që viktima Kodër Shupalit është Mendu Gurdeta. Ai thotë se Marieta Karaj e fajsonte Mendun, duke i thënë se për shkak të borxhit babait saj, Vlash Goreja, për shkak të borxhit që Menduja i kishte marrë Marietës, babai Marietës, Vlash Goreja, kishte vrarë të vëllan Artan Goreja në vitin 2011-2012. Si ju duket ky pretendim? Do me thënë që borxhi ka qenë para 2011-s, derisa ai ka bërë këtë veprim 2011-ën, apo jo? Në natën e ndrimit viteve të vitit 2011 është kryer goditja mes së pat dhe konfliktin familje. Pas 2-3 muaj ka ndruar jetë vllai i Marietës në shtëpinë e Marietës. Po pra, dhe ta them me siguri këtë që në 2011-ën, as në 2012-ën, as në 2013-ën, babai tim nuk njeh fare me këtë person. E thoni me siguri të plot që nuk është njohur gjatë kësaj periudhe me Marieta Karaj? I sigurt, 100%. Nuk njeh fare. Pra për ju bie ky pretendim? Po kjo është, nuk e di ata që e kanë thënë se çfarë do të thënë kjo, por kjo është kot në ajër fare. Ai kishte baba juaj blek borxh ndonjë personi ngjashëm si Marieta Karaj në këto pretendime? Jo. S'ka pas. A ka pas nevojë baba juaj ti merrte ndonjë lek borxh Marieta Karaj? Në periudhën që babai tim ka themeluar shoqatën, babai tim kishte shit një pronton familjare rreth 300-350.000 euro. Edhe nëse ka dhënë lek borxh ka qenë babai tim, nuk ka marrë. S'ka pas nevojë për lek. 300-350.000 euro ka shit pronën. Po nuk e besoj që ky muhabet është për lek borxh. Se po ta përsërisë një herë, nëse do ishte për lek borxh minimumi, ajo e dinte shumë mirë që sa herë kishte probleme ai, do vinte ke unë. O do vinte të thoshte mua që e ka marrë, do më thoshte vet, ose do vinte ajo, sepse ajo mua më njihte si djalin e atij, e kupton, pavarësisht se nuk ishim takuar. I kishte fol Menduja për ju? Po patjetër mos ai si çdo princ që flet për djalin e vet, e kupton? Më njihte mua jo si emër, do vinte minimumi, do merrte në telefon, do më thoshte ore kam të probleme me babain tënd. Nëse pretendon që ai ka lek borxh. Pastaj edhe zëm se kur ti kishte lek borxh, për këto lek borxh shkoi në këtë situatë. Nëse bëni një analizë me veten, përse mund ta kenë vrarë, apo se keni sot një përgjigje, përse mund ta kenë organizuar, kryer një krim kaq monstruoz? Unë mendoj se e ka nisur si në formë kërcënimi, ai ka qenë pak i dobët fizikisht, mund ta kenë goditur, mund t'u ketë ngel në dorë, pastaj kanë dashur të humbin gjurmët dhe e kanë çuar atje ku e çuan. Ai ka rezultuar që ishte i gjallë, mendoj unë, nuk e di, mendoj unë. Edhe nuk di se ta shpjegoj, nuk di se nuk janë njerëz, nuk mund ta bëjnë njeriu këtë, e kupton? Njeriu nuk mund ta bëj, por ja që paska, edhe të tillë. Çfarë ka ndodhur gjatë procesit gjyqësor? Ajo është dërguar fletëthirrje për në gjykatë si viktimë në procesin penal dhe a keni marrë pjesë ju personalisht në këtë proces gjyqësor të shkallës parë? Po, më është dërguar një ftesë nga gjykata dhe ishte shumë ftesë e bukur. I dëmtuari dhe i vdekuri ishte shënuar emri im aty.
edhe për të marrë pjesë në gjyq prapë emërim. Unë isha edhe i vdekur, edhe duhet merja pjesë në gjyq. Edhe nuk vajta fare. Do të thënë, Ja lash në dorë drejtësisë, mua bile që në polici po thoshin sa doni ti dënojmë, sa thua ti. Unë i thosha nuk është puna ime kjo, se po ti kisha kapur unë, e dija unë se sa i dënoja. Ju i kapët, nëse keni fakte, nëse janë ata, dënojni sa meritojnë. Nëse s'meritojnë, le të nxjerrin, siç i nxorën. si e shihni faktin që sot e akuzuara kryesore për organizimin e vrasjes së babait tuaj ka dalë nga burgu, është në arrest në shtëpi. Marieta Karaj, ndërkohë nga ana tjetër Besmir Karaj, djali i saj, nuk është arrestuar në asnjë moment. Unë të isha në vendin e atyre, nuk do dilja nga burgu edhe të më lironin, do rrija në burg. Ata gjithsesi nuk janë minoren, janë mazhoren, vendimet i marrin vet, çfarë duan të bëjnë. Po pse nuk do dilni? Të isha në vendin e atyre do rrija në burg. Nëse kisha bërë një akt të tillë, unë do rrija, edhe tonin të më nxjerrin me zor, do rrija në burg, do vrisja vetëm. Po Marieta Karaj ka kundërshtuar në gjykat haptazi që ka dieni dhe ka dhënë urdhër apo të ketë marrë pjesë në vrasjen e babait tuaj. E ka kundërshtuar. Po. Do të thënë, nuk është ajo, sipas asaj. Ajo pretendon një dhe pala mbrojtëse e saj ka pretenduar se Faik Stojna, miku i saj i ngushtë, i ka shpikur të gjitha këto gjëra për shkak se kishte pas një marrëdhënie me Marietën dhe që ishte dënuar dhe nga gjykata e Tiranës për përndjekje ndaj Marietës. Dhe gjitha kjo është një fantazi. Nëse nuk e ka bërë ajo, le të vend gjithë në burg nga i pari, të oficerët e krimeve të vend gjithë në burg, që më thoshin mua i kemi të kopsitur 100%, i do dënojnë me burgim përjetshëm, se i kemi të gjitha faktet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Këto fakte nga policia në prokurori kanë vajt njësoj apo u ndryshuan rrugës? Kanë vajt njësoj, po dëshminë për vrasje ka përforcuar Gazmir Ngota. Nuk e di, e njihni këtë person? Jo, nuk e njoh fare. Okej. Gazmir Ngota i ka qëndruar thuajse në të njëjtën linjë versionit të dhënë nga Faik Stojna, vetëm me diferencën që thot nuk e kam vrarë unë. Zjarrin dhe flakën ja ka vendosur Besmir Karaj, nuk ja kam vendosur unë, dhe përshkruan edhe takimin me Marieta Karaj dhe faktin që ishte thirrur nga Besmir Karaj dhe faktin që e kishin transportuar babain tuaj në Kodër Shupal. Si u duket ky fakt? Po si më duket, çfarë të them tani, absurdo. Çfarë të them? Ai që ka qenë aty e pranon dhe gjykata s'ka fakte ta faktoj. As prokuroria, as policia, nuk e di punë Shqipëri. Gjithsesi dikush do vej në burg. Po fakti që po zvarritet në këtë mënyrë dhe nuk po vihet drejtësia në vend ligjërisht për babain tuaj. Si e perceptoni dhe cili është apeli juaj për gjykatat në kohën kur gjykata e apelit ka kërkuar rikthimin për rigjykim me tjetër trup gjykuese në shkallën e parë në gjykatën e Tiranës? Kam shumë respekt për profesionin edhe të gjykatësve, edhe të oficerëve të policisë, edhe prokurorëve, profesionet nderuara, por një këshill kisha unë. Masi ti mbarojnë këto të bëhen, të dalin në punë, këta duhet vend të bëjnë dhe një kurs, një vjeçar minimumi, të bëjnë dhe njerëz. Se ne lindim njerëz. Edhe duhet të vdesim njerëz. Se u bëjnë prokurorë dhe gjykatës, nuk do të thotë se të mos jesh më njeri. Këta të bëjnë dhe njerëz dhe të kenë jetën e gjatë. Gjithsesi, mos të na e lënë neve në dorë. Nëse kanë fakte dhe nëse janë ata duhet vënë vetë brenda, pa i marrë këta. Po nëse si marrin këta, ka forca të tjera natyra që do e dënoj atë që e meriton. Lidhur me çregjistrimin nga gjendja civile, cilat janë peripecit që keni kaluar ju me prokurorin në këtë rast? Kjo është më e bukur. Bëra 2 vjet për ta çregjistruar, edhe pasi u verifikuar që ishte i vdekur, nuk ma çregjistronin. Përse? Më thoshte mirë, sepse nuk më jepte aktin e ekspertizës prokurori. Veja te prokurori më thoshte do veshte morgu. Veja te morgu më thoshte ikse duhet ta haj prokurori. Veja prapë te prokurori më sillni vërdall. Ika ndej, ikët, se fundimisht e mora me mik, si gjithë punët në Shqipëri. Si e ka emrin prokurori çështjes? As nuk dua ta përmend fare, se as nuk kam ndonjë konsiderat për të. Po juve ju ka pritur si familjar për t'ju dëgjuar të paktën në pretendimet tuaja rreth babait tuaj? Fare. Kam vajt njëre, kam takuar personalisht për t'i marrë këtë aktin e ekspertizës. As më ka parë në sy, jo më të më pyesi. Edhe ky ka qenë takimi i fundit.
Kemi pas dhe ca kontakte me telefon prapë për këtë problem, se nuk po bëja dot regjistrimin, edhe kjo ka qenë marrëdhënia jonë. Asnjë pyetje, asnjë gjë tjetër. Po pse nuk ja u jepte? Pa aftësi, neglizhencë, si e konsideron? E di ai, nuk e di unë. Nëse keni diçka tjetër të fundit për të thënë për rastin e babait tuaj? Për diçka të fundit e kam për policinë. Këta oficerë policie, kur ndrojnë vendin e punës, nëse kanë bërë një hetim për një person, t'ia lën hetimin deri ku e kanë çuar, t'ia lë pasardhësit vet. Jo sa herë të ndrohen oficerat, na vin na marrin net, na marrin deklarata. Pse Fillon hetimi nga zero. Sa herë ndroheshin oficerët, mua më merrej deklaratë nga fillimi. I thosha e keni këtu, jo s'është këtu. Po si s'është këtu, mo e keni shkruar në kompjuter këtu, filan datë, jo. Nuk e di, gjithsekush që ikte e merrte me vete, nuk e di si funksionon fare. Di që veja bëja deklarata sa herë ndroheshin oficerët. Rasti babait tuaj zbuloi një skandal shumë të madh për sa i përket krahasimit të profilit gjenetik të ADN-s dhe me përgjigjet e gabuara. Çka ngre për mendimin tim një pikpyetje të madhe rreth një skandali që mund të ketë ndodhur dhe me kufoma të tjera kur është bërë krahasimi i gjurmëve biologjike. Si e konsideroni këtë fakt? Unë i them gjithësire personave që janë të dëmtuar të vendi bëj dhe njërë nga fillimi, sepse mund të kenë qenë gjitha gabim. Sepse është ndruar aparatura, ka ardhe re, e vjetra ka qenë jo funksionale.